familje dhe falenderoj kryusin dhe gjithë ata që na respektojnë dhe i që na shmojnë. Ndërkohë këtu, ju jeni bashkë me djalin tuaj. Ju tha jeni mentorim, këtu jeni të dy në salën e operacionit. Altini është përfundon specializimin veç e ka kryu stazhin gjithë, është të e pregadit provimi specialistik. Mrena 10 dite menoj që do t'i nështrohet provimi specialistik. Ka rrit zënjuri dhe përvoj jashtëzakonisht mirë, edhe pse si prind gjithmonë jemi kurioztartë tjetë ende ma i pregaditur, ende ma i angazhum pikpamje profesionale. Unë këti i uroj sukses dhe menoj se do tjetë në perspektivë të mirë, sepse tash veç e ka dhe vitin e 3 në doktoraturë për kirurgji. Unë e vetëm një këshill i kisha dhënë në mënyrë publike, duhet të kaloj në qendra tjera jashtë Kosovës të mësoj edhe shkolla tjera të kirurgjisë. Faleminderit shumë. Në fund, i kam 5 pyetje, duat në përgjigjesh shkurt. A është e vërtet që çdo sëmundje serioze kërkon operacion? Jo. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. A është e vërtet që stresi dhe mënyra e jetesës mund të ndikojë drejt për drejt që sëmundjet përfundojnë në kirurgji? Jo, stresi asnjëherë nuk ndikon që një sëmundje të përfundojë në kirurgji. Domethënë nuk lidhen me stresin, është tjetër linje sëmundjeve ajo me stresin. Krejt tjetër. Okej. A është e vërtet që baloni gastrik, që është trendi në farë mënyre, e që vendoset për të humbur peshë, është shumë i rrezikshëm, ani pse nuk prezantohet si i tillë? Jo, unë jam kirurgi i parë, ndoshta bariatrik në nivel të Kosovës, kur kam operu për pjesën e obezitetit. Baloni gastrik nuk ka efekte negative që mund të përshkruhen. Mirë, po efekti i saj është i përkohshëm momenti kur eliminohet baloni gastrik, pesha e personit pra vjen në kuishte. Pra përsëri kthehet kuishte. Kthehet aty. Sepse ai veç e ka mbyll një hapësinë ku nuk ka mujt me ushtu ushqimi. A është e vërtet që një operacion kirurgjik, nëse bëhet më shumë se 2 herë në të njëjtin organ, në të njëjtin vend, ka rrezikshmëri të lartë për vdekje? Po, çdo riintervenim, intervenimi i parë mes kur bëhet është 50% me 50 gjithmonë të jeta. Nëse riintervenohet një operacion për herë të dytë, çdo herë rritet 10 deri në 15% shkalla e vdekshmërisë. Rrezikshmërisë e vdekshmërisë. Vdekshmërisë. Pra gjithmonë kjo është ka rrezik e vërtetë. Okej, dhe e fundit, a është e vërtetë që një ushqim i zakonshëm mund të shkaktojë dikujt një problem serioz abdominal? Jo, ushqimet veç një lloj ushqimi gjithmonë i krijon varësi dhe i krijon të meta në kuptimin e kompenzimit aty në mineraleve dhe vitaminave. Kështu që gjithmonë duhet të jetë i laramishëm dhe të mos jetë i kriju vetëm varësi për një lloj ushqimi. Okej.